Ja presim edhe pak. Të nderuar përfaqësues të klubeve, të nderuar përfaqësues të medjave, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, siç e njoftuar, sot do të hetim shortin për A Biznes Superiore dhe kategoria e parë për sezonin futbollistik 2023-2024. Bashkë me mua në hedhjen e shortit është i ftuar dhe zoti Atin Lala, ish kapiteni i Kontares. Ja për ty zoti Lala. Përshëndetje të gjithëve, edhe unë si produkt i futbollit shqiptar kam kënaqësinë të jem këtu dhe ju uroj gjithëve suksese dhe një short të mbar për të gjithë. Pa humbu kohë, ekipi Tiranës dhe ekipi Partizanit do zhvillojë disa ndeshje në stadiumin e Albania, që ky stadium të jetë në dispozicion të ekipeve, është menduar numri 1 dhe numri 6. Edhe në vazo numri 1. Dhe numri 6. Do të regjim sferën për ekipin e Partizanit. Atin tutën? Partizani numri 1. Për procedur, ndërsa Tirana numri 6. Për shkak se ekipi i Erzenit do të zhvillojë ndeshjen në stadiumin e Gnatjes, për këto dy ekipe kemi përcaktuar numrin 4, që mos kemë përplasje gjatë javë. Dhe numrin 9. Do të regjim sferën për ekipin e Gnatjes. Gnatja numri 4. Ndërsa ekipi i Erzenit numri 9. Edhim në vazo numrat që kanë mbetur. Numrin 2. Numrin 3. Numrin 5. Numrin 7. Numrin 8. Dhe numrin 10. Do të regjim sferën për ekipin e Vllaznisë. Altin tutën. Vllaznia numri 3. Të regjim sferën për ekipin e Laçit. Laçi numri 2. Të regjim sferën për ekipin e Teutës. Teuta numri 10. Të regjim sferën për ekipin e Kuksit. Kuksi numri 8. Të regjim sferën për ekipin e Skënderbeut.
Skënderbeu numri 7. Si dhe tërheqin ekipin, sferën për ekipin e Dinamos. Dinamo numri 5. Suksese, me njëherë do fillojmë shortin për kategorinë e parë. Java parë e kampionatit, Laçi Erzeni, Partizani Teuta, Vllaznia Kuksi, Egnatia Skënderbeu dhe derbi Dinamo Tirana. Faleminderit. Në kategorinë e parë, për shkak se ekipi i Bezës Kavajës do zhvillojë ndeshjet në stadiumin e Luzit, është menduar 2 numra, numri 2 dhe numri 8. Do të tërheqin sferën për ekipin e Luzit. Ekipi i Luzit, numri 2. Ndërsa ekipi i Besës, për procedurë, numri 8. Hedhim në vazë të gjithë numrat e mbetur, numri 1. Numri 3. Numri 4. Numri 5. Numri 6. Numri 7. Numri 9. Numri 10. Numri 11. Dhe numri 12. Do të tërheqin sferën për ekipin e Bylisit. Bylis numri 3. Tërheqin sferën për ekipin e Kastriotit. Kastrioti numri 4. Tërheqin për Flamurtarin. Flamurtari numri 11. Tërheqin për ekipin e Tomorit. Tomori numri 1. Tërheqin për ekipin e Korabit. Korabi numri 12. Tërheqin për ekipin e Apollonis. Apollonia numri 7. Tërheqin për ekipin e Lushnjës.
ekipi Lushës numri 6. Tërheqim për ekipin e Burrelit. Burreli numri 10. Tërheqim për ekipin e Vorës. Vora numri 5. Si dhe për ekipin e Elbasanit. Numri 9. Faleminderit. Po lexojmë javën e parë të kampionatit, kategorisë parë. Luzi Flamurtari, Vora Besa, Bylis Burreli, Kastrioti Elbasani, Tomori Korabi dhe Lushnja Apollonia. Faleminderit dhe suksese. Atin faleminderit.